Unë do të doja shumë të bëja një dasëm. Një dasëm, se ke bërë dasëm ti? Dasëm as unë s'kam bërë. Po ma pyta që në kalendarin shtator ke dasëm. Këtë që të tash e pash dhe në ndër këtu, imagjinoj që të shne këtu, se u bë do me thonë kam 10 vjetë. Këtë personi, kam 10 vjetë pa e parë, po njërë. Pash në ndër, si kur ishte i lodhur dhe ecte në këmbë në një plazh të vetmuar, po dhe plazhi kështu. Është shqiptar? I huaj. I huaj. Edhe plazhi si i keq. Pas ke fiksim shumë marrëdhënie me të huaj. Jo, si kam përkundra, si kam qenë gjithë jetën e fiksuar me shqiptar, po. I ka ndodhur. Ishte krejt rastisje, ka ndodhur në mënyra më e çuditshme që mund ndodhi, po është libër. Se si jemi taku pa u pa fare, kupton? Jo, se kuptoj. Si e taku pa u pa fare? Isha me një anije, duke ardhur si quhet ky ishulli i Napoleonit nga Korsika për në Nis. Okej. Shumë e mërzitur, isha me tim shoq gocën, po ishim drejt ndarjes, ashtu ishin ardhur gjërat. Edhe aty në bordin e anijes ishin gjithë njerëzit që po hanin këto hamburger. Po. Dhe shikoj ato popullsi edhe i thash vetes, mos atje pa shpresë. Këto të gjithë po hanë sanduiqa dhe hamburger. Ti me këto lloj njerëzish që do me thonë aty Francë. Thash ti s'ke asgjë të përbashkët. Aty ku je prap s'ke gjë të përbashkët. Moza e po i thoja vetes, ti e krejt vetëm, isha shumë e mërzitur. Kur shikoj një fëmijë yll, 16-17 vjeç, djali gjatë, i bukur, krehur me flokët forme ere. O zot, as në për film as kisha para shumë. Ua, i them gocës, shif më i çfarë djali. Edhe më thot kjo, rjo ma tha, mos më ngatro. Shif më i thash unë kjo as në për film, qa është kjo mrekulli moj. Edhe shkoj i them unë ati që a mund ta takosh pak, ti bësh pak shoqëri vajzës time? Po tha, imi gjithë qef, po ti marrë leje babit. Edhe babi ishte një kurriz i shtrirë që as kuptoj midis njerëzve larg, afrohem unë që ti marri ky leje, as e pash babin fare. Kupton? S'pash gjë. Nejse, goca s'deshi me bo shoqëri me këtë, pastaj ai erdhi, ishte ylli vërtet, ne ti pak, na shoqëroi, goca i mori, ndrun ato Numra. Ato Facebooqet. Edhe këtu mbyll gjithçka. Tani i them gocës kur shkojnë në shtëpi. Më shkoj mendja, po ky njeri thash unë, pse u thonte vetëm me djalin, ky s'kishte mama me vete. Kur dolu Jania, po kërkoja shumë me sy ku ishin këta të dy, s'pash gjë fare. Se ishin qindra njerëz tani, 10 qindra. Goca tha jo, sa e atë në asi mënyrë, tha. Po ma jep më i thash unë, se unë të njofta me atë. Jo, tha s'ta jap, edhe s'ma dha. Kaloi vit, kalo 2, i them gocës, isha e mërzit me vetën, i them gocës... Ishe ndarë? Ishe ndarë, them. Po. I them gocës, na ma jep në emrin e ati. Isha ndarë, tash ajo, kot ma jep të në emrin e ati i qunit, që kisha parë, na një si me dhë një para qënde. Ma gjino qa vetëmi e isha, i shkruj këti ta. Më fali, them, si e jam, a i gëzuar, e kështu ashtu. I them unë, kisha një pyetje. Pse ishe vetëm ti, i thash në anije? Më tha mua, sepse nga djali tashi, mendoja që edhe printi duhet jetë interesant, nga fëmija, imagjino qa absurdi që jam. Edhe më tha mu ky, po printit e mi, tha, kanë 10 vjetë që janë darë. Ndërkohë kishin kaluar 2 vjetë. Ua, i thash unë, po qa njeri është babi? Babi thash njeri shumë i mirë, dhe ka da shumë mamin, po mami tha gjithmonë kërkonte më shumë. Edhe kështu ta, unë danë. Jam shumë kurioze ta njofi, thash unë babin të. Po mirë, tha. Të ashtu, t'jap tha Skype-in. Edhe do t'i them, tha, dhe shkëmbini Skype. U pam në Skype, buri çuditshëm me flok gjata. Mungonin ja 2 dhëmball, po mashkull i gjatë gjigant. E mirë, thash. A do takohemi? Lam një ditë dhe një orë që unë do kaloja, kisha një tranzit, andej e do takoheshim.
Kur 2 ditë përpara më merr në telefon. Tha Mimoza do të kërkoj falje. Tha. Kam pas një mikesht, tha, nuk e dua, tha, po e respektoj, tha. Më ka lënë ditën dhe orën, tha që do vish ti. Jo, apo mirë, thash unë, nuk që ka thoni, thash, hajt, tunja tjeta. Nuk e di, kanë kalu 4-5 vjetë, ky njeri su duk në herë në Skype, hiq fare. Hiq, sa su bën të në herë pika jeshile. Isha në Francë. Kur pa pritur bët ajo pika jeshile. Ua, thash unë ky njeri u dojë këtu, u bë pika dhe Skype-in ma kanë vjedhë hakerat, s'kam Skype më. I shkruj me një herë. Ku je ti, unë do shkoj drejt jugut, po unë jam drejt veriut, prapë su takom. Imagjino tash. E lam që do takohemi nga fundi vitit do në dorë, do vinë ai në Tiranë. Unë tashi nuk e dia, është i gjata, i Po shkurtër. çfarë do vinte në Tiranë ajo apo kot? Që të më takonte. Erdhi Kastile për ty. Kaq të çmon, një lidhje krejt të çmendur me komplet. Një herë sa herë ndryshohet. Një në 4 vite. Po, Me vite, vitet icin. Prandaj të mund që asnjëherë si dihet figurës. Edhe them unë, këti, nuk e di thash unë se sa i gjatë je, të vesh taka, mos vesh taka, unë jam 1,70. Ky më tha, jam bi 1,60 dhe pak shakator. O, bo. Zemër, mu sa e pash në aeroport, a ishte i gjigant, copa yllit, mrapika. Kishte prej flokët shkurt, kishte bo gjithë kuron e dhëmbe, ishte vesh shik, parfum Chanel, mes valigjes gjithë rrobat e reja. edhe? Pastaj the rest is history, Qa ndodhi pastaj? ta marrë me Prit. mend. Spati njëri që su dashuru nga ato që e panë, gjithë bëra nga tresi, u bo një karambol ka që i masë, Pse? gjithë. Zemër nuk e pas në për filma që a ishte bo, aq i bukri dheut. Po ku e çove ti pastaj atë? Gabimet më të mëdhaja, ke shoqe, ke kalamoj, ke mish, të Po a gjithë. kishit marrëdhënie azjati? Zgjatimi, Sa zgjatimi? 8 ditë. 8 ditë? 8 ditë. Vetëm 8 ditë? Po E s'falami. madhe. Ajo e shoqja pa fotot që hodhëm neve në Facebook, se ky më tha, ky donte foto shumë, kishte shumë qef. Shkoj u vizitu për i herë, mori ilaçe, i filloi depresioni, këtu, boj nga tre, më shkoj ditë djali urgjentisht ta ndau nga babi im, se s'kam dërbën tha që të vdesi mami, tha që ju të dy jeni loptur. I thashëm, po ti vetë malle, ti dhe. Po, tha, po nuk e dija, tha që më ndodhte kjo, tha. I thashëm të luftoj deri në fund, dhe ke davane humbur, tha, nuk do vdesi mami, tha që t'jesh i luftur ti. Qa muje, qa të merë. Edhe? Ndërkohë ndodhi ajo Bataklanit. Ky kur erdi këto motor nuk e di ishe i gjendjes Tirana, ishte gjithë policë, gjithë gjona, u të merru qa ishte, kanë qenë periudha shumë të vështira.